Prishtina është aktualisht qyteti i 9 në botë me ajrin më të ndotur, këtë të enjte. Kjo sipas ranglistës së IQ Air, platformë ndërkombëtare që monitoron dhe mat cilësinë e ajrit në kryeqendrat kryesore të botës. Indeksi i cilësisë së ajrit në Prishtinë ka arritur vlerën 160, nivel që klasifikohet si i pashëndetshëm për qytetarët. 3 grupet gjithmonë kanë qenë të atakuara: fëmijët, të moshuarit, të sëmuarit kronik, natyrisht edhe shtatzanat që si kategori e veçantë ndikojnë në epitelin bronkial duke dobësuar, duke e përgatitur terrenin për një infeksion qoftë ai virusal apo bakterial. Sa ma pak të mundësisht të dilet jashtë, të mbahet një shall apo edhe një mask, edhe natyrisht që të konsumohen sa ma shumë langje e çajna. Pas Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës, punët keq me ajrin i kanë edhe Shkupi dhe Beogradi, që zën pozita 10 dhe 11 për nga ndotja më e lartë. Më së keqi në rajon qëndron Bosnia, e renditur e 7-ta. Në krye të listës ndodhet Delhi në Indi si qyteti më i ndotur në botë. Shënjestër.net